Roli i tekniku dentar është i pandashëm nga i dentistit, pasi vetëm përmes bashkëpunimit dhe komunikimit të vazhdueshëm arrihet një rezultat i suksesshëm. Kjo lidhshmëri profesionale siguron punime cilësore, funksionale dhe estetike, të përshtatura sipas nevojave specifike të pacientit. Bashkëpunimi i ngushtë ndihmon në realizimin e restaurimeve të sakta, duke garantuar rehati, qëndrueshmëri dhe kënaqësi afatgjate për pacientin. Tekniku i dhëmbëve Drenqela thotë se dentisti dhe pacienti fillimisht dakordohen për llojin e materialit të dhëmbëve, e pastaj tekniku vazhdon me punën dentare që sipas tij zirkoni është aktualisht më i kërkuari. Duke filluar nga zirkoni, metal porcelani, tash ka dalë edhe një ore titan porcelani, në vend metal porcelanit që ka qenë më herët, tash ka dalë me titan për shkak higjienës, estetikës edhe fortësisë. Titani është më i fortë, nifet. Edhe është biokompatibil. Për plus të jo. Pastaj kemi punime me akrilat si që në protezat, ka punime me kompozit një lloj tjetër i protezave, kështu që na i përfshijmë të gjitha llojet e materialeve që duhen mi pas një laborator. Qoftë zirkon, qoftë emax për estetik më të madhe, qoftë edhe metal porcelan ose titan porcelan që janë zgjedhje më dytësore. Tutje tekniku Qela tha se gjatë punës është shumë më rëndësishme t'i kushtohet kujdesi veçantë edhe ngjyrës së dhëmbit, që i duhet me saktësi pacientit. Pjesa më e delikate është se ngjyra duhet më konë shumë i kujdesshëm, duhet më pas shumë se sado që e zbukuroj unë, bone nuk u bë mirë këtu, prishet gjithçka, kështu që duhet më konë e kombinuar e mirë. Një tjetër element i rëndësishëm që vuri në dukje tekniku Qela ishte edhe kujdesi që pacienti duhet të ketë me higjienën orale, me qëllim që edhe puna dentare të ketë më shumë qëndrueshmëri. Pjesa kryesore kalon në fund te pacienti. Nëse pacienti është i kujdesshëm në higjienë, ka me pas jetë gjatësitë punimeve që ka bë, pavarësisht a ka bë me implante apo ka vendosur apo protezë, se cilin punim duhet me e pasru të paktën 2 herë në ditë. Për shkak të higjienës mirë, jeta i zgjatet çdo lloj punimi që e vendosin gojë. Nëse nuk i rrim gati pastrimit, higjienës edhe kontrollës vazhdueshme, paktën 2 herë në vit te dentisti, atëherë nuk ka më na zgjat që i punim, qoftë i mirë, qoftë i keq, nuk ka më zgjat sa duhet më zgjat. Ndërkohë, krahas higjienës dentare dhe organizimit të laboratorit dhe ndjekja protokolleve profesionale janë pjesë e rëndësishme e kujdesit ndaj punës dentare. Vetëm përmes përkushtimit maksimal dhe bashkëpunimit të vazhdueshëm me dentistin arrihen rezultate të suksesshme dhe afatgjate.